Inspektorati i Tregut në kërkim të tregtarëve që i kanë rritur çmimet para festës, por i gjuan edhe ata që nuk i publikojnë çmimet në webfaqet e tyre. Obligimi për publikimin e çmimeve nisi sot, ndërsa të gjithë tregtarët e mëdhenj të mesëm dhe të vegjël kishin 45 ditë që të adaptohen dhe të fillojnë ta zbatojnë. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi hodhi poshtë kërkesat e një pjese të tregtarëve për prolongim të masës, duke thënë se kanë kohë dhe resurse të mjaftueshme si materiale dhe njerëzore për ta zbatuar. Megjithatë, la hapësirë për t'i shqyrtuar vërejtjet për raste të ashtu quajtura kufitare, sidomos te kompanitë farmaceutike të cilat nuk mundet të adaptohen lehtë për shkak se janë afër minimumit ligjor për 10 të punësuar. Kanë pasur 45 ditë kohë dhe nuk mundet ne të japim ndonjë premtim apo të japim ndonjë fjalë që mund të bëjmë diçka që do të jetë në kundërshtim me ligjin, por sidoqoftë unë javën që vjen do i takoj edhe ata dhe do i ndëgjoj kërkesat e tyre, a kanë mundësi apo nuk kanë mundësi, arsyet sepse nuk kanë mundësi, do diskutojmë edhe do të shohim se si do të veprojmë më tuqe. Përmend edhe një herë që nuk mund që të veprohet kundër ligjit dhe ky ligj është në fuqi dhe është në të mirë të qytetarëve, është në dobi të qytetarëve, ne jemi këtu për ata dhe duhet që të gjithë tregtarët e mëdhej, mesëm edhe të vegjël të respektojnë, duke i larguar ata tregtarët të cilët kanë deri në 10 të punësuar. Durmishi tha se Inspektorati Shtetëror i Tregut do t'i dënojë ata që nuk e respektojnë ligjin. Sot paraditë jam dëgjuar me drejtorin e Inspektoratit të Tregut dhe janë në terren dhe janë duke bërë kontrole, brenda ditës do më japin informatat e para, ndërsa informata më të sakta do të kemi nga java tjetër, por inspektor më i mirë se sa qytetari nuk ka. Në qoftë se ata shohin që në web faqen e marketeve nuk është venduar çmimi apo është venduar dhe nuk respektohet në vend aty ku shkojnë dhe t'i blejnë, mjafton që vetëm me një informat të dërgojnë deri te Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe ata do të shohin se çfarë masa do të marrin në kuadër të kompetencave dhe ligjit për të dënuar atë tregtari i cili nuk e respekton ligjin. Gjoba për mosrespektimin e ligjit për publikimin e çmimeve në webfaqe është deri në 10.000 euro. Sipas Durmishit, qëllimi i këtij ligji është për transparencë më të madhe dhe për informimin e qytetarëve për çmimet, por dhe për ndryshimet e tyre. Çmimet duhet të përditësohen në nivel ditor, më së voni deri në orën 10 të mëngjesit.